shkojmë drejt për drejt në Kosovë, po shkojmë atje ku duhet të jemi gati, fuqishëm, ta mbështesim, sidomos të mbështesim këto motrat, këto gratë, këto femrat, këto që i kemi, që kanë guximin për shumë të madh, që po na rritin zemrën, po na kënaqin edhe që kjo po nevojitet kësaj radhe drejt për drejt nga Kosova. Nuk po tregoj çfarë veni tregon ajo vetë, është sonte me neve natyra kuçi, pra një zë shumë i guximshëm. Mirëmbrëma dhe mirë se dëgjohemi. Mirëmbrëma dhe mirë se dëgjohemi. Faleminderit shumë. Nasia jonë pra që të kemi sonte këtu, sepse me të vërtetë unë e thash pak më herët, guximi, do me thonë edhe ai zëri i femrës, tash ka fillu bukur mirë, po dëgjohet anë e mban, edhe po shihet besa, po natyra tregona, ne kur dëgjum se natyra për shembull po hin me një rrugë që ka me luftu me mishe, me shpirte, me zemër, e me gjithat mbështetje që e ka, me marrë edhe thjesht me bo deçanin ashtu si që duhet më bo tash, qysh e ka ajo, e ka paramendu. Tregona qysh erdhte ky guximi? Faleminderit fillimisht për vlerësimin edhe për mbështetjen që po ma jepni. Unë jam e nderuar me qenë sot me juve lidhje direkte për krejt shqiptarë që janë në diasporë, veçanërisht për ata që na ndëgjojnë nga Norvegjia, që edhe Deçani ka shumë diasporë në Norvegji, edhe në asamblenë Deçan, edhe struktura qendrore në nivel të Kosovës, e kom pa shumë nevojshme një kontribut temin atje. As ma tepër, tu e pas për arsysh që gratë shumë pak angazhohen politikisht edhe nivel vendi, jo vetëm Deçan. Pritja ka qenë mirë e përmagjërsisht për planet e krejt kemi me folë po besoj. Normal, kjo është ajo që ne edhe bisedum pak më herët, ne zakonisht nuk bojmë programe për shembull me partitë politike edhe personale partije politike, nëse nuk janë në Norvegji, për shembull në vizitë, ajo është tjetër diçka, po me thirr direkt edhe me bëni intervistë, sepse jemi jo anti, po neutral në politikë dhe në fe, kështu që ju e bëni punën atje, nuk mundem na, sidomos diaspora, mi ju tregu për shembull se çka më bë ose mi ju qortu, mos ma keq, shumë keq është ajo. Por neve na brengos shumë ajo për shembull që vim aty të ajo që se ajo ka kalu data për shembull prej asoj fjalës se a din kush e mune. Do me thonë ajo ka qenë në fillim atëherë dhe tash nuk mundem me jetu me ato a din kush e mune, se tash a e dini kush është natyra, tash duheni më njoftu me natyrën. Ajo është ajo që është e vërteta, që kur po shohim për shembull kur po shohim gjenin femërore që po vjen përpara edhe po lufton, unë personalisht, për shembull, unë kisha lënë komplet gjenin femërore me marrë këtë Kosovën dorë dhe pastaj e di që mirë ish bëhet gjithçysh. Po tash në varet edhe duhet edhe disa tjerë mi bind kandidale që mi lëshu rrugë, sepse ato që e fol natyra, për shembull, ato që po tregon natyra faktikisht është e vendit aty, e din mas mirë, e din qysh merr frym ai vendi, edhe normal që sidomos ato bjeshkët e ato vendit atje tash është mirë edhe me pas shansën me tregu ato, pse jo, me bo për shembull. E tash e jona është ajo që me të mbështet për shembull edhe ka dale me ofru për shembull çat mundsinë që natyra me tregu me të vërtetë që bën edhe në këtë mënyrë qysh ajo e ka paramendu për shembull ose qysh punon. Po natyra po du më nojë veç një diçka, ti je edhe alpiniste, kështu të i don bjeshk, interesant. Qysh je kon gjithkund Nepal e plot vende të botës. Pse ashtu? Dashuria për natyrën ka fillu tepër motit, tash unë jam e Deçanit, po me aty shtëpisë tam është jam bjeshtë e bukura, bjeshtë e nemuna, shumë afër shtëpisë, sidomos pandemia ku nuk kishim mundësi, kur në Prishtinë nuk kisha as mundësi me shku. Prej Deçanit që aty s'pa më ishte veç me kalu rrugën edhe me dalë rrugën e bjeshkës e me ecë, ka qenë e vetë një mënyrë qysh me thonë, dikush se cili një e ka një hobi një. Edhe sidomos kur merresh me politike, ki shumë angazhime në teren, angazhime në media, angazhime me mësue, me lexue, mu përndrit, e vetë një mënyrë për me e majt
trupin mirë, shëndosh mendjen mirë, shëndosh kthjellë, ka qenë bjeshka dhe natyra. Aty kom fillu me disa shoqe, e tani jemi bo një komunitet të cilët kemi vazhdu me jetë. Ka lindë sepse dhe dëqanit që ato ta ofron. Do me thonë ta ofron mundësin me ecën bjeshk, ta ofron mundësin me shiju që ato bukuri që i ka dhonë natyra, i ka kriju Zoti. Për ma tepër muj me thonë që iniciativa ka qenë një grupi të rinë vendeqan, një shoku tam konkretisht që organizon ecën për këtë botën, dhe ajna ka nëzit një farkon me dashurin për natyra. Na i ka tregu bjesh, na i ka ekspozuar tani, kemi mbi dhe në Nepal. Nepal në Balkane për esit të ndryshme, kemi shku në Jordani bashkë me këtë grup, 3 vetëreja për këtë Kosovë. Një prej angazhime fëmija si kandidate për kryetare Dëqanit është edhe turizmi, e që e kësha nda me juve me shumë qef. Dëqani ka malin e bukur, po ka pak organizim për me shfrytzu këtë mundësi për turizëm malor. Unë e kom shpalos 3 pika në një prej emisioneve shkurtimisht, një ndërmarrje publike me themelu, e cila kishmi kriju disa mundësi për mu zhvillu turizmi malor në Dëqan. E ajo ndërmarrje kishme bo një festival të muzikës në Bjeshk, kishme kriju një kampus, ku si kur e kemi pas për para në pushimoren, dhe shtashme qenë kompleks, ku trit e të trejat, ki shkollë shkojnë 7 ditë të shohin që zhvillohet atje, lekturia, bujqësia, si bëhen kafsh, si trajtohen, si është jeta në Bjeshk, dhe treta një camping për hiking, për njerëz që vinë turizëm edhe vendosin tenda aty. E krejt kjo kish mu bopi një ndërmarrje e cila themelohet prej anës komunës dhe bëhet bashkë me participim bizneseve të cilat sigurisht ngrehin tenda aty, ngrehin lokale statike dhe jo vetëm. Pra, ideja turizmit është se Dëqani e ka qitë kapacitet me lidh me qendrën e Dëqanit, sa alush qendra e Dëqanit mundëm me tregu që nuk ka shesh. Është për komunave të ralla, më sto me vetmja, që nuk ka shesh. Është një komunë e cila nuk mundet me bashku njerëz, sepse nuk e ka një ambient që aty, ku grumbullojnë, bojnë një panajir, ndo një organizim, qëfar do qoftaj. Edhe kom mendu turizmin malor me lidh me atrakcionin që qytetit të ofron, që është një treg ku shijohen ushqime tradicionale dhe një shesh i cili bashkon këta turista. Besoj që Dëqani ka edhe shumë mundësi tjera për me zhvillu turizmin malor, por kjo do të ishte një ndër ato me qenë se na dhe rrugën për Bjeshke kemi që shkon me vetura tulta. Pra kemi mundësi me bukët, ndër të tjera duhet me cekë për Dëqanin që nuk e kemi asë një kopsht publik, pra se kemi asë një qepe. Kjo flet po ashtu për një nivel të ullt të punësimit grave, sepse i kemi vetëm 600 gradë konsume, që është bati nivel Kosove, ndër komunat me mas pak të gradë konsume. Ja kalon në këtë statistik të keqe Dragashi, Shari dhe komunat e Verit. Vesh me të nërprej pak, sa banori ka Dëqani kështë komplet? Dëqani ka me regjistrimin e rritë popullsisë rreth 28.000 banor. Për tyre gati gjysma jam gra. Me qenë të konsume 600 gra, të regon për një nivel këgjat ullt të mundësive për gra. Kjo duhet mund të lidh me mësimin gjithëzitor në për shkolla, që na nuk e kemi. Mësimi gjithëzitor bëhet një lehtësi shumë e madhe që nanat me qenë të angazhume, edhe tjetra bëhet një mësi shumë e mirë që fëmijët mu eduku nga mësimdhënësit të cilët janë të përgatitur për atë fushë, e jo ndoshta nga gjyshi apo nana që u shkput ma moti për shkollës. Mësimi gjithëzitor, bashkë me hapjen e kopshteve publike, të cilat janë kusht themelor që fëmijët mu socializu dhe mu avancu që me qenë barabartë me komunat e tjera, kishin me qenë edhe një mundësi që gratë me pas ma shumë kohë të lirë dhe me u ardhen konsiderat punësimi grup. Se për momentin kemi 2 kopshte private në Dëqan, që janë komplet me financim privat. Ato kopshte janë edhe ma shtrajta, por janë edhe të stëngarkume. Gjë që nëse ki një gru e cila në shpe është të mendua me a fillu punës ajo,
gati nga njëherë dhe nuk I mbulon shpenzimet e fëmijëve që dush mi qu në kopsht apo dush mi marrë për shkollës se nuk kam si në gjithë ditor. Pra kemi nevojë për këtë këto, kemi nevojë për një trafik urban që komuna e Deçanit fatkeqësisht nuk e ka. Renan Deçan duhet me cek që ende fëmijët për gjimnazit ose për shkollës krejnë me kombit të cilët prindërit të organizojnë dhe paguajnë nga 30-40 euro. Nëse I ki 4 fëmijë në shkollë Deçanit, ti ki me pagu transport 120 euro. Diçka që është e papërballueshme për ekonominë familjare, e kemi mendu pikat ku ka me shku trafiki urban për pensionist edhe për nxënës. Kjo tani është të ngjallërinë e jetës në Deçan. Se duhet me cek që Deçani është një komunë e cila ka gjallëru në disa dimensione. Ka gjallëru me grante qeveritare që I investu rruga, është rregullu rruga. Një po kemi probleme bazike me ujnë e pishëm, kemi probleme me kanalizimin, kemi probleme me gjërat elementare që I shdash një komunë tashmitej kalu. Që një gjysmë shekulli, që një qerek shekulli, komuna e Deçanit nuk e ka ndru pushtetin, edhe unë mendoj që edhe për këtë, edhe për këtë arsye të tjera që I kola ma herët e që ka më të shumë tjera që jam të I përpilu, e të I hartu mendoj që Deçani ka nevojë për një ndryshim, ka nevojë për një gjallërim, kulturë në art, ka nevojë më kthy njerëz me jetu atje jo vetëm për vikende, po me pas I vend komunën në qëndru edhe më punësu, qoftë në turizëm, qoftë sektor privat, qoftë në komunë, qoftë në shkollë, më ofru mundësitë e barabarta. Se për momentin mundë me thonë edhe diçka me përgjithësi të plotë. Deçani është një komunë që I takon gjithë qytetarëve të Kosovës, po mundësitë nuk janë për gjithë qytetarët e Deçanit. Pra I takon qytetarëve të saj, po mundësitë nuk janë barabarta. Mu punësu nuk është lehtë nëse nuk je I afërm I pushtetit atje. Rrjedhimisht mendoj që Kosova, kështu nëse kqyrim, është tu avancu në disa aspekte në për nivele komunale, e mendoj që ka ardhur koha që edhe Deçani mi bo disa ndryshime, disa kapërcime, mendoj që për të mirat edhe për të këqijat, për ato që I ka bo, që s'ka mujt mi bo, për 23 vjet një pushtet, është mirë me ndryshu. E dim edhe ju besa dhe ma mirë dini në Norvegji, që nuk e mban pushtetin as kush 23 vjet. Yeah. Edhe nëse I bën këtë këto që I thomon, edhe nëse I bën kopshtet publike, edhe nëse e zhvillon turizmin, edhe nëse I ndreq rrugët e kanalizimet e ujnë, njerëz kërkojnë diçka më shumë. Avancojnë në këto probleme, e lërmoni që kemi nevojë ende me fol për tema bazike. Interesant është kjo që e përmendet, do të thonë këtu normal që në shumë vende të perëndimit kur smurët me net 23 vjet është nuk funksionon faktikisht ai vend me net dikush 23 vjet. Tash është koha që jemi të kuptueshëm se kemi zgjedh këtë rrugën, atëherë duhet me pas shansën gjithkush me mundru 4 vjet, 8 vjet, po nëse populli don edhe ki bo me të vërtet shumë diçka, atëherë normal që mund shmenet edhe më shumë, po dush me tregu, dush me pas me prodhu diçka, me bo aty, jo vetëm një kopsht ose një shkollë. Deçani për shembull në Kosovë, kështu me këqyr, ku I bjen, në cilën pjesë në mes Kosovës, apo ma në jug, se kemi njerëz që nuk e dinë ashtu. Për me kuptu mas mirë Deçanin, Deçani është komunë e cila ndodhet mes Gjakovës dhe Pjesë. Mes Gjakovës dhe Pjesë. Nëse flasim për rrafshin e Bjeshkeve, e ka Bjeshket e Nemuna e përfshin. Është komunë e cila ka ndoshta të me dyta në Kosovë, nuk e di me statistika, po e dyta në Kosovë sa I përket numrit të mërgatës. Dhe më thonë, më duket Kamenica, ka më shumë, po besoj që edhe Deçani që ndronë aty dikur që ka më shumë të mërgatë. Dhe ka rinin që është në Ike dhe thuaj se shumica janë ose në Prishtinë ose në Mërgat. Për atyre që takoja losh vend theksohet që me 5 djemë të isniqit që pata mundësini të akune një kafe dje po mduket, për tyre 5-ve nuk një kish vendos me qëndru në Kosovë, 4 për tyre ishin pritje të vizave, dikush kish punu 3 muj, po preste një arë mundësia më shku prap 3 muj me punu në Gjermani, po që ka du të tam as kush nuk është shetë Deçanin nga ka 5-3, si vend ku mundet njëri më nejtë edhe me gjetë një punë.
është shumë vështirë me po Deçanin për momentin si vend që të ofron mundësi, si vend që të bashkon në aktivitete, në sport, në kulturë apo kudo tjetër. Vërtet kjo mbyllje që i ka ndodhur Deçanit është përkeqësardhje, por edhe në një farë forme ka qenë e pamundur me një pushtet të tillë i cili e mban kaq ngushtë, e kaq shumë për vetje, komunën me mujt me dëpërtu. Është shumë vështirë me dëpërtu, unë e di vetë, kur kam ardhur në Prishtinë, thuajse pamundur ka qenë me i taku një subjekti tjetër ose mos mi taku aleancës për ardhmërinë e Kosovës edhe mu koncu, ose me të dhoni një mundësi mu bo në komunë me marrë me udhëheq një digaster, ose qoftë edhe më simdhens, është shumë e vështirë kjo, ose ata që janë të punësuar në një farë forme nga Krajan Deçan e kanë një lloj borxhi për ta shly, ose i detyrohen diçka, e kjo çështje duhet me ndru, sepse mendoj që kjo ka ndikuar edhe në cilësi të arsimit, në cilësi të punësimit të njerëzve në për drejtori të ndryshme. Pra kemi të bëjmë me disa drejtorë në komunën e Deçanit që nuk po dua as pak mi ofenduemi shajt, mirë po ma shumë dëshmohen në komente kundër njerëzve që angazhohen për me bo opozit, se sa që janë të thirrur për punën e tyre. Unë mendoj që Deçani ka njerëz jashtë mase të mëshëm të mirë, të reja, që janë të jashtëzakonshëm në fusha të ndryshme. Unë për çdo ditë befasohem, besoj se cilin tri që takoj me idetë, me vullnetin që e kanë, e që ndihen që nuk ju ka dhënë mundësia asnjëherë me shfaq ato në komunën e Deçanit. Tash për mëse. Do isha veç pak me të ndërprer për shembull se kur e përmende ata djen për shembull po presin për viza, edhe ata po mendojnë që nëse del jashtë është sikur se na që kemi dalë para 35 vjetëve, është domethënë gabim shumë i madh. Nëse e merr atë rrugën, tash po du me lidh me ato që nëse e merr atë rrugën edhe mendojnë ata që mundën me bo diçka, nuk mundën me bo ato qysh kena ardhur na para 35 vjetëve, se domethënë neve na kanë marrë shumë vjet me ardh deri me një punë ose me qenë për shembull të integruar edhe në shoqëni edhe në punë. Problemi është, unë qysh mendoj, sepse tash këto media tona në Kosovë, kur promovojnë diasporën për shembull, edhe gjithmonë i qesin disa advokate, disa mjekë, disa që kanë arritë që jetojnë në diasporë. Ajo është krejt okej. Po qysh mi promovu ata që e kemi në Kosovë, se atje kemi edhe mjek, edhe inxhinier, edhe ITC, edhe çka dush. Pse mos mi promovu ata, se për shembull motivimi i atyre që mos me dalë prej Kosovës, ma bën menja që është mi promovu që ta njerëz që përmendin ti për shembull dhe kanë fantazi njerëz me edukim shumë të mirë, edhe ata duhet mi promovuna. S'kena nevojë me promovu muzikën edhe këta që janë në diasporë, që kanë arritë diçka, sepse i kanë pas kushtet edhe normal që shoqënia është që marr deri aty. Po qysh me ditun për shembull për çat mjekun, inxhinierin, për çat agronomin që është në Kosovë, që ato neve po na mungojnë. Alush është pak problem që për shembull ka nxjerrë një djalë i cili i ka zhvilluar disa i ka mbajt disa sera dhe ka ndodhur një fatkeqësi natyrore, kushtet atmosferike i kanë prish gjitha dhe investimi 7.000 euro për një ditë shkatëror. Nëse nuk e ki mbështetjen e komunës, dhe nëse nuk e ki komunën afër, është shumë vështirë morime ka pas një motit kesh, pas një problemi që e ki, nëse nuk i ki kanalet e ujitjes, nëse nuk e ki subvencionimin e ujit për të ujitur, nëse nuk i ki të kushtet që të ofrohen në komunën ku ti fillimisht detyrohesh me shku në Prishtinë, e mandej nëse as Prishtina nuk të jep me shku më zhvendos krejt. Çka kom vrejt unë, është e vërtet që njerëz të janë diasporë, edhe këta që po dalin, çdo ditë më shumë peshohen sa vështirësi ka edhe me shku jashtë. Edhe nuk janë mund fakten unë çka kom pa, nuk është që po shkojmë me një farë gëzimi tepër të madh. Po në qoftë se ti e punësu si infermier në komunën e Deçanit dhe tu ka shkut kontrata herën tjetër, sepse normalisht aq është limiti i stafit që duhet më mbajt dhe nuk po progreson në spitalet të reja, nuk po progreson në zhvillim të ri, atëherë ti detyrohesh në shku në Prishtinë, ndoshta me zemër tyme, po nuk të fot ma shumë mundësi, qash ka kapacitet. Nëse nuk e zhvillon Deçanin si ambient ku biznesi privat vjen dhe investon, nëse nuk është ambient i këndshëm, shoqënor për biznese
për marketet të mëdha, për kompani të mëdha, marrë dhe me investu, ikja ka me qene pashmangshme. Tash, nashta nuk është as Norvegjia, as Gjermania lule, dhe nuk presin me pare qysh mendojnë njerëz, mirë po njerëz për kërkojnë një farë sigurie financiare. E na du të më punu e më angazhu për qatë siguri financiare. Është e vërtet çka po thonë që është një problem në nivel Kosovë, kjo çka po flasim. Po deçani po kaloma të kësum, sepse dhe ata që nuk po shkojnë jashtë, po shkojnë Prishtinë dhe nuk po kthehen. Sepse është vështirë u kthy në një ambient që nuk ofron mundësi, nuk e kim dikon që ti fol për një grant që është tu jetë dhe ki me investu, po komuna ka me participu që ato. Në aplikim ka me participu, ndoshta me fonde e mos flasim për tjerat. Ja vjen ndoshta mos me hy fort detajeve me tregu për një mentalitet që ekziston për shembull në pushtetin e Deçanit. Në 2023 ka pas alosh 2.2 milion borxhe komuna e Deçanit. Në vitin 2024 ka rrit në 4 milion. Pra, është dyfishu borxhi për një komunë e cila i ka dikun 13 milion vitin 2023 buxhet. Pra, nëse ti ki 13 milion buxhet, e 4.2 milion borxhe, atëherë i bjen që ti tu kesh menaxhu me buxhetin tonë. I bjen që tu e kesh planifiku buxhetin tonë dhe i bjen që fillimisht ki probleme elementare me qeverisjen, sepse jetu më kontraktu operator të cilët ti predin që s'kimi pagu, edhe për mbarusi për shkanë edhe për ti merë pare. Kjo për shembull vish për një vete kom llogarit, për mbarusi vish për interesin e vetë që i ka kry shërbimet i ka marrë gjys milioni. Tash nëse ti merë pare për mbarusi për investimet kapitale, sa i ti merë për aty ku i gjenë, ose ti merë për shkollat që kanë renovu, ose ti merë për bursat studente, atër ajo komunë vërtet që den për dëshiru edhe është shumë keq. Unë kur flas me njerëz të cilët i dinë financat edhe i kanë studiuar dhe punojnë raportet, i analizojnë raportet e auditimit, ma bojnë është shumë keq gjendja në komunën e Deçanit edhe është këgja punë mu këndel, e unë po thonë që me mu edhe me ekipen që unë e kam, me ekspert me cilët jem të punu, unë besoj që Deçani kish me gjallnu fort në plot aspektet në të cilat kanë gjetë. Se potencialin e ka. Normal, të thonë, qysh e përmende sa mirë edhe ma heret, qysh është Deçani në qfar pozite o geografike, për shemë dhe ka ofër pejen e ka Gjakovën, bibjen diqyr kati si pjesën përëndimore të Kosovës, pjesën përëndimore mes pjesë dhe mes Gjakovës. Gjakovës, dhe me thonë edhe këto dy dialektet janë shkri aty, tash. Jo, s'ma mërë me e kanë dvetin. Ma shumë ka Gjakova, unë e po. Do isha pak me... Kisha pak qef për shumë për këtë publikun në Skandinavisë me ditë pak ma shumë për natyren, natyra si natyrë, pra e kini pa shumë herë në media televizive, non-stop, si thot asë njënit jo, që edhe Radio Lindja është këtu me neve, edhe ajo është ai guximi për shembull që del edhe se fol për zemrës, nuk e ka ato, nuk i pengon kërkush, nuk e ndalon kërkush, edhe të njëjtën kohë tash i ka edhe kolegë tjera, e ka edhe atë kolegën që është për kryetarit Prishtinës, ku do ta kemi ma vonë, po mendoj mas pushimeve, se tash na ikin njerëz në pushime edhe besën edhe e kështu që tash kur i mbledhim këta njerëz, këta personalitete e jona është për shembull që me mendu pak edhe me analizu. Se këta po folin për diçka që nashta na si kemi ditë, diçka për mirë, në një farë mënyre që ta kuptojmë ma ndryshe pak atë qeverisjen ose menaxhimin e komunës ose të buxhetit. E kjo është ajo që duhet ta kuptojmë se përpara nuk i kemi ndëgju shumë, ma shumë kemi ndëgju për elitën ose këta që janë liderat e partive, edhe gjithmonë ato tjera të komuna ngrohtit nuk kanë pas mundësi me tregu edhe si kanë trezu kërkojnë kur që ka pëndodh, faktikisht nashta që aty duhet me janis, mu regullu e pastaj Prishtina bëhet vetë regullot, nuk është problem aty se duhet këto vogla që kemi, ka daldore, ma mërmeni. Natyra ti kretë konë kjetu në Kosovë? Unë alosh gjatë luftës kam qenë 3 vite në shkollë në Gjermani, bashkë me shumë njerëz të Deçanit. Jom kthy në vitin 2000 në Kosovë, kam kry shkollën filloj në Lidhja Prizren në Deçan, në Vllëzër Krashi gjimnazin shkenca natyrore.
Pastaj kom vazhdu me studimet bachelor dhe master në Prishtinë për ekonomi, menaxhment dhe banka financa. Kom punu në auditim, kom punu në sektor privat 12 vite, kom punu në bankën më të madhe në Kosovë atëherë. Deloitte si në legën e auditimit. Kom menaxhu 300 punëtor në një nga furnizuesit më shumicë të madrave në Kosovë, se s'po bëj tash reklam për ta. Pra kam përvojë të gjatë në sektorin privat. Kom pa parregullsi, kom pas pagnatësi, gjithmonë kom anu ka drejtat e punëtorëve, gjithmonë kur nuk më ka përmbush me menaxhu në kuptimin e profitit të ndërmarrjes ku kom punu, por gjithmonë kom anu të drejtat e njerëzve të cilët kom pas punë me ta, edhe më kujtohet ka shumë vite ku shkova edhe i thash kundënësit fundit që ishte një prej pronarëve të këtyre furnizuesve me madra dhe market dhe themi. I thashë unë po shkoj se po du më angazhu në lëvizjen vetëvendosje dhe po du më angazhu si asambliste në Leçan. Tha po mirë, tha, neve kime a mungu edhe kime a lon kesh, tha po ajo tha është ku ti përket, politika dhe angazhimi për njerëz, tha se po të shoha si si e ka mundër, se sigurisht nuk është letë mi përfaqësu interesat e ndërmarrjeve pa qenë në kushtet që jemi sot, pa qenë e mërzitne për çka ndodh. Që unë gjithmonë jam angazhu që mu respektu kontrata, mu bo kontrata që duhet, mu respektu drejtat e punëtorëve, edhe gjithmonë ka shty që ajo me shku drejt politike, se në vitin 2017 pa ka mendu që vetëvendosja është ai vendi ku mu më përfaqëson, vendi ku 33-ja janë të rebelum, në një pushtet i cili nuk na ka udhëheq mas miri, mundet me po ma mirë, edhe u zodha asamblisën dhe qanë me shumë punë. Kemi hy derë me derë për lëvizjen vetëvendosje, kemi punu shumë, që lëvizja vetëvendosje normalisht mu rrit. I ndom rrugët, unë në lëvizje kam qenë për 2014, po flasim si asamblisën dhe qanë. Pastaj kalova si e pavarur dhe PSD bashkë me kolegun tim Ilir Floriza atëherë. Jam angazhuar në PSD si zëdhënëse që 8 vjet, prej themelimit prej 2018, po i vjen 7 vjet. Jam zëdhënëse e Partisë Socialdemokrate. Partia Socialdemokrate është për mu ajo që ka unë komendu që e kom gjetë lëvizjen vetëvendosje e kur ka ndalë, për mu lëvizja vetëvendosje ka dalë për lëvizjes. Ose le themi, ajo pëse unë kom hyrë lëvizjen vetëvendosje e që jam bindjet progresiste, bindjet emancipuse, bindjet e drejta për qytetarin mu angazhu, për mu ka dalë për lëvizjes vetëvendosje dhe janë PSD. Sot unë angazhona me një parti e cila në numra nuk është e madhe, pra ko mujtë me zgjedh parti e cila besoj që gjithë kanë mujtë, jo veçon, ka mujtë Besa, ka mujtë Frashi, ka mujtë Ardani, ka mujtë Gjimi, Teuta, krejt ka mujtë. Jemi angazhu për me rrit një subjekt të cilit naja kemi dediku një pjesë madhe të kohës edhe tjetës. E ky vendimi për me kandidu për të qanin parë natyrshëm, parë dhe letë, duke marrë parasysh edhe njerëz të cilët unë i kom krahë në PSD dhe i kom ekipën PSD. Kështu që unë po shpresoj që kjo mundësi ka më mëdhon për qytetarëve të Veçanit. Unë e kam të jashtëzakonshme si themi e nevojën me komuniku me qytetarë, e sidomos me mërgatën e Veçanit se janë shumë dhe janë shumë të qelë. Kom pranu mesazhe pa fond, ata e shohin njëjtë si unë nevojën për me ndryshu. Na bashkë i shohin me pozitivitet ndryshimet që ka ndodhur në Veçan. Ai gran qeveritar që u dhonë edhe u shbuaj rrugë nën mandatin e këtij kryetarit. Rruga rreth lumit, qendra rinore, disa gjana që janë bërë për këto 23 vjet, na i përshëndesim edhe i thojmë faleminderit që ndapi qeverisë edhe që ne implementuam këtë kohë. Mirë po, pasuritë publike, si janë qendra rinore, si është Villa Shkelza Maradina, i kompleksi, duhet mu përdorë për krejt qytetarët e Veçanit e jo vetëm për ditëlindjet edhe festat e pushtetarëve. E kemi një lokalin e kemi atje,
i cili menaxhohet nga vllai kryetarit të duhet me qenë nga një oje që kemi pa rregullsi të shumta që qytetarit e Veçanit japin një ndjesi që nuk kanë drejt mu fut në ambiente të cilat i takojnë njerëzve të privilegjuar. E këto duhet na mendru bashkërisht. Fola pak për veti për me tregu që përvoja jam sektor privat, për aq vite jetë më ka bo me tosh sa ma shumë më angazhu në politik, sa ma shumë me ndryshu, nuk e di sa po mujt më arri deri tash, po përpjekja ka me qenë e pandalshme, deri të arrim aty ku mendojnë që duhet me qenë, deri të arrim me i din qytetarët e Kosovës që qaj ndryshim, për të cilin gjithë kem besu, që është lëvizje në vetëvendosje ose një pjesë e madhe njerëzve kanë besu, që është lëvizje në vetëvendosje nuk kapse me na hek shpresën që diçka e re mundet me qenë e vërtet. Se çka ka ndodhur në Kosovë është jemi shliru për okupatorit serb, ka ardhur një pushtet që është krahu i luftës, të cilët kanë punu, ata kanë mujt, ata kanë dit, po e kanë pru Kosovën dhe në një fazë dhe në një fazë tjetër e ka marrë dikush tjetër i cili ka thonë që këmë e bo shumë. E tash me njerëz kur komunikojmë ma bojnë nëse ai s'ka bo shumë, se keni me bo jo. Nëse ai na ka mashtru, se s'keni me na mashtru jo. Tash ne kem dy probleme këtu. E kem një problem që shka ofri njerëzve besimin që politika është edhe për njerëz të mirë. Në politik gabon, po dush me provu prap, sepse nëse është ashtu, kemi plot raste në botë ku ka qenë dikush i keq, e ka ardhur dikush i mirë, pastaj dikush i keq, po evolon. Evolon edhe teja, evolon edhe politika dhe gjithçka tjetër, e na nuk kemi pse mi u dorëzu faktit që jemi mundu një hergat, edhe kemi pru dikon që ndoshta mundet me qenë, tash më fal që po flasin emisionin tonë, po mundet me qenë i përshtatshëm, ose mundet me qenë i damshëm, ose çka do qoftë, po unë besoj që njerëzit duhet me u kthy shpresën që ja vjen mu angazhu politikë dhe ja vjen mu angazhu për politikën, sepse nëse nuk angazhohem, nëse mesim të pa informuar, nëse mesim në nivelin e tifozërisë, atëherë kanë më shit gabime edhe kanë më ardhur pushtete dëmshme. Normal, që kjo është ajo guximi që me të vërtetë se kur e lën edhe njerin me folë është mirë sepse i tregon ato, nuk e ndërprend. Dhe këtu më vjen sidomos këto që i kemi Kosovën, nuk i kemi për shumë, duhet milion pak me folë, se femna gjithmonë folë edhe spjegon ma shumë ka dale, edhe që folë pak ma gjatë, po e spjegon ma mirë. E këta tash të moshkët, unë e vetë jo moshkët, unë e di që ne e kemi kur zdim... Jo, kur zdim që me folë, ja nisëm e bërtit na, kur zdim që me folë, të s'keni tash retorika puna argjohet, do me thonë, e skripti po argjohet edhe ja nisëm e bërtit edhe mandena që ato e prishëm krejt. E për që ato po thonë ka dale, tash unë e kom pi përvojës Norvegjik, këtu se e dim qysh funksionon për shembull. Po pak ambient i vështirë studio televizive, për mu, tash unë jam mësu, edhe nuk më pëlqen, po është dekurajus për gratë, se kur vërtitet atë shumë, kur ngritet zoni atë shumë, atëherë ngrasjen të rrit në një kulturë, ku ju ka thonë mos e ngrit zonin, mos vërtet, mos u shty, ato ndihen që duhet mu tërhek. E ka një kajë në për studio televizive, thonë, po kush pishten ato mos më ardhë. Po pishten që kjo mentalitet që duhet me ndërhek bashkë. Një mos me bërtit jo, dhe dyta, ose po mësua me bërtit krejt, ose po ndalemi krejt. është bo ambient që ka njëherë nuk prodhon bised të kanshme, as bised që merë diçka pisoj. është shumë e vështirë, unë kam një vërtetar zakonshëm për radio në juj, i kom thonë edhe miqve tonë të përbashkët që i njoh, që është shumë mirë që keni mri me arrujt vjerat emisionit radios programit juj. Faleminderit shumë. Është kënaqësi, domethënë, sepse ne ekzistojmë për 1987 se faktikisht kemi pas shumë njerëz në radio këtu musafir, edhe presidenta, edhe kryeministra, edhe ministra, artista, sportista, kështu që gjithmonë e kemi bisedu një bisedë shumë të lirë dhe ata gjithmonë na falenderojmë se kemi bisedu bisedë të lirë, domethënë nuk kemi bo biseda me fokus për shembull me bo diçka
për me ngacmu ose me lëvdu. Do të thonë konë gjithmonë standard. Ne dojmë gjithmonë me ditë për personin që e kemi në intervistë ose në studio. Natyra, e di që tash si kryetare ashme, tash po thamë unë kështu, se kështu edhe thojnë edhe norvegji kështu, e Deçanit diaspora e Deçanit edhe Rrethinës kishte pas dëshirë, tash unë po vol në emët aty në, që kur e merr natyra, do me thonë, kur jonë zgjedhë cilën 12 tetor, tash vjen dimni pak ozor se sa i ka marrë detyrën për shembull, mirë, po verën tjetër ma merr mendja që një festival i mirë në Deçan atje për neve tash kur vim atje në pushime, sidomos ata që në Deçanit edhe Rrethin, edhe për neve që jena Mitrovice, Prishtinë, vende tjera, edhe me arë, me pa pak aty, me pa ato, shumë është interesant me pa ato bjeshkte, me pa atë natyrën, se ka është interesant edhe në vetë natyra, jo natyra si që kemi në Musafirë, po natyra e Deçanit, se mos përzita ashtu dyja. Po shumë është mirë, për shembull pas se ka shumë sene, është një tokë shumë e madhe, është e pjellshme, ka pe aty në kohë para shumë viteve, ndoshta edhe Kosovë furnizu me ushqim, faktikisht prej atij vendit. Tash nuk funksionon shumë, a potenciali është shumë i madh. Këtë është ajo që çat potencial me shfrytzu çysh duhet. Ma merr mendja që është edhe natyra për shumë pak vjet, për një kohë të shkurt, këtë ndryshohet aty. Do bëhet investime, nuk mendoj njerëz a me marr vizë me shku jashtë. Ku do me dalë jashtë me dush me marr, me punu do puna që faktikisht të vjen marrë për vetvetes. E jo mo e ki nonë e babën aty plus e ki vendin aty. Ato do isha me lidhë. Situatës gjeopolitike dhe inflacioni i madh të problemeve që kanë ndodhur sidomos edhe në shtetet e tjera të Evropës, e kanë bërë njerëz me mendu 2 herë kur dalin, edhe vërtet nëse e kanë një stabilitet minimal në Kosovë, kanë me mendu shumë ma gjatë dalin ajo. Po flas për vetën tëmë, po flas për motrën tëmë, e cila në shtator ka vendosur më kthy në Kosovë pas 12 vitesh në Gjermani. Po flas për vllahun tim të vogël, i cili ka shku shumë bon në Gjermani, po gjithkohën e shqyrton mundësinë çka mundet me bëu për marrë në Kosovë dhe me jetu. Me një kohë dinjiteshme. Sigurisht që na detyrën politike kemi ofru disa kushte për ata që dojnë. E që është arsimi mirë që mos me pas nevojë për Dubrovikut, mi ka fëmijët dhe mi qu në shkollë me vetë iniciativë prindërëm tej. Domethënë i regjistrojnë për shkollat 5 për shka? Për shkak të cilësisë së arsimit, për shkak të numrit të nxënësve, sepse ata mësimës mund të jenë të jashtëzakonshëm në Dubrovik, por kur janë vetë nxënës në shkollë Dubrovikut, atëherë aty nuk mundet me pas cilësi, sepse nuk ka varë, sepse nuk ka socializim, sepse nuk ka diversitet në nxënësve. Pra na duhet me funksionu në disa rrafshe për me bëj jetën Deçan më të mirë. Shëndetësi, arsim, zhvillim, nuk ka ndryshe, nuk mundesh me thonë e kom bo një rrugë për fillimit Deçanit deri në fund, me grand qeveritar për 23 vjet, edhe lullzoj Deçani. Jo. Herën tjetër, kur nuk të ndohet ai grand qeveritar, ti duhesh me planifiku që 13 milion që e ki buxhet, çka ki me bo me to. Nuk mundet me ti marrë për mbaruesi 4 milion. Se nëse ti merr 4 milion, e veç për naftë, dreka, darka, zyrtar, shkon dikun 30% e buxhetit, naftë, dreka, darka, 30% e buxhetit, atëherë ti vjen që ki veç për me hongër, për naftë fare dhe për përmbarues. Për pak se me sitak. Do të thonë, kemi të bëjmë me një situatë që ka mu vështirësu sepse tani nuk kemi projekte të mëdha të ndome për qeverisë, e kemi një buxhet i cili është atë sa është, edhe na duhet të ngrej grante për Deçanin edhe për qytetarët e saj. A kemi me ngri mi vinë qytetarët? Unë e them që po. Unë po flas me shumë njerëz, jam gjithë ditën të ren, jam gjithë ditën të çu kërkesa për faktura, kërkesa në çastje në dokumente zyrtare që kritika jam me qenë për si të lenësan e bazume edhe në raporte financiare, edhe në faktura, edhe me pas të cilët operator, për gjithë shka jam duke u bazu në dokumente, në plane konkrete, po unë s'ponojna shumë në ato me qenë të jemi sot në një emision kër na shohin mërgata, ka pas ose diaspora, për ma korrekt me qenë, ka pas dëshime të regu që e kam një plan për javën e diasporës në Deçan, e cila përmban shumë aktivitete, përmban shumë lehtësi për punën në komunë,
do t'i dedikohet një javë verës, ajo e cila është më kyçe për mëgatën vetëm në funksion të diasporës tonë, sepse janë shumë. Veçani ka 2 momente, ose them 3, kur në knaqna kur dalë veçan, që është viti i kur vinë, është prilli kur i kam pushimet e pashkëve, edhe është vera e cila gjallon gjithçka. Funksionon biznesi, funksionojnë kafeteritë, kur ecën veçan njerëz që si ke pa ndoshta me vita, edhe ajo është momenti kur ti nihesh i përmbushur edhe i lumtur. Sepse nëse ka diçka që kemi harruar në Kosovë, edhe kemi anashkalu, është jemi kënaq, ndoshta që kemi me hungër, me pirë dhe një jetesë mirë, por kemi harruar sa shumë ka ndikim të na jeta sociale që po na mungon. Domethënë na nuk bashkohem unë veçan rreth një aktiviteti. Okej, sot ishte një panajera atë që qiti kryetari, ku ishin shumica e drejtorëve dhe punëtorëve të komunës në panajerë dhe tepër pak qytetarë. Do të thonë tepër pak aktivitete që grumbullojnë njerëz. Okej, aktivitete sa me postu në Facebook edhe me shku në qendrën ninore me hongër një darkë. Po flasim për gjallëni, po flasim për koncerte, po flasim për aktivitete, për panajire, po flasim për loja shojë që organizohen për pensionistë. Do të thonë nuk mundesh mu bashku në një qytet që nuk ka shesh mas pari. E dyta, nuk mundesh mi bashku pensionistat nëse nuk e kini trafik urban që i merr për i fshatit e i vjen veçan. Pra dojmë një mungesë të madhe të zinxhirit i cili e kish bojë jetën sociale më të mirë, e na me ka sa mund të me përgjithësi plotë kemi i bo një analizë buxhetit krejt këto, kemi me mujtë mi bo edhe kemi mi bo nëse qytetari dhe qani bindet që duhet me votu natyre. Po normal, edhe ajo është që është më rëndësi, për shembull që tash e keni dëgjuar natyrën, ne do ta postojmë edhe në shumë vende tjera, të njëjtën kohë ata që janë të Deçanit që kanë udhëtu, edhe kanë radiolinjën me veti gjithmonë, sepse ata kanë qef mu informu që po ndodh në Norvegji. Po të njëjtën kohë, ata që s'kanë udhëtu, janë këtu, duke na dëgjuar, ja përshinin natyrën, edhe po ju tregon se qysh bëhet, çka bëhet edhe çka mundet më bë. E ju jashtë, pra kur shkoni poshtë, mundeni edhe me taku, sepse është e keni teren, sidhet në Përdeçan, këtë kohën flet me njerëz, me pleqe, me tri, edhe është mirë me ullë me bisedu pak me natyrën, pse jo me pini kafe, edhe me të vërtet më kënaq njeri. Ai gëzimi më i madh joni që do të më gëzu si shqiptar, na që jemi, sidomos në Kosovë, që tash ka ardhur koha bëdo ndryshime. Ti kemi këto këtë gjenin që me të vërtet kena mja po hajrin. Unë ashtu mendoj tash. Unë edhe shpresoj që sa ma shumë bëhen shumë ma shumë natyra, e të marrin këtë komunat, ka dale, e mandej edhe qeverie, prezident, qa duhet me aty me ren. Unë të falemderoj shumë natyra që gjete ko edhe se e di që je shumë e preokupune me shumë takime, edhe gjete ko me artë kjo radio e vogël, me bo këtë intervjist mirë, ne të shpresojmë edhe të urojmë shumë sukseset mëdhaja, edhe kjo me siguri se do ta kemi intervjistën tjetër me kryetarën e komunës. Jo me natyrën, po me kryetarën e komunës. Faleminderit Alush për mundësinë, ashtu do të përpiqemi e do të punojmë fort që me mbajtë edhe një intervistë me cilësinë e kryetarës edhe me folë për punë që janë bo, e punë që kanë mu bo bashkarisht. Unë inkurajoj gjitha kanë dëgju, se në kanë dëgju, dhe që kanë ai pyetje, sugjerim, kritik, çfarë do me më shkru, unë jam shumë e hapme dhe se cili ta kem që po e kam, po më afron më shumë me qytetarët e Deçanit edhe po më jep edhe një perspektivë tjetër. Ty shumë faleminderit për mundësinë. Ja kalofshi mirë, po shpresoj që sa më shpejt keni pushimet marrë në Kosovë. Shpresoj që me siguri se do të shihemi edhe ne jemi këtu që ju përcjellëm juve, sidomos disa njerëz që janë pak më të veçantë se ata tjerë, se shumë ka atje, po disa që janë të veçantë, ata i kemi ne dëshirë mi përcjell edhe të njëjtën kohë me mbështet. Të urojmë shumë suksese edhe ta kaloni një pushim sa më të mirë, se s'mundesh me pushu shumë se ki kohën tash limitune. Po, ka një ide që shtu duhet me mos me harru që Deçani ka vjesht ofër, e bashkë me qytetarë, me shoqe, mundemi me vërë në aktivitet bashkë me dalë me jetë. Pse jo? Aty edhe ndojnë përvojat ndryshme, e njoftoj edhe atë aktivitet.
është shumë shpejt. Veç po presim edhe pak deri vini edhe jo. Faleminderit. Faleminderit, suksese edhe miru pafshim si kryetari i komunës. Faleminderit shumë e çdo të mirë. Të mirë. Da faller du vekk.